Ky emision mundësohet nga Zoom. Përshëndetje miqtemi të dashur të në Zoom, për i takomi kështu edhe këtë të premte mbrëma me mua Albina Zenelin, këtu në kanalin zyrtar në Zoom me Albina Zenelin, ku kam derin dhe knatësin që sot para jush me prezentu një epizod krejtësisht ndryshe, duke uruar e shpresuar që sigurisht përveç informimet për më trejat nga fusha artit, kulturës dhe showbizit, do që jeni edhe argëtime, pse jo të mësojmë bashkë gjëra treja si që është raste i një histori e suksesit që në epizodën e sotme kemi vendosur me ju sjell pamje mbreslënse nga Villa Te Astra, 5 villa të cilat kanë bërë një super investim, zotri Hajden dhe Teuta, të cilët në vazhdimsi do t'tregojnë historinë e tyre të suksesit prej imigrimit në Kanada e deri tek investimi në vendlindjen e tyre në Shtraz të Kaçanikut. Kush do t'jetë të ftuarit e mi tani në rubrikën RFM, do të njeni përmes kanalit zyrtar në Zoom Albina Zenelin. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Te Astra, të cilat gjenden në Shtraz të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Te Astra në Shtraz ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Te Astra e shijoni luksin që meritoni. Pamjet flasin sa mira fjalë, një imazh i bukur tregon gjithçka. Në Zoom sonte në rubrikën RFM do t'ju njem me 2 persona që i falën emocion krejt kësaj perandorie që e krijuan në vendlindjen e tyre. Albina për kohën që e gjete, e erdhe këtu na vizitove te Villa Astra. Faleminderit për në Zoom, për emisionin tënd. Jemi prej Kaçanikut, jetojna në Kanada me bashkëshortën Teutën, kemi 5 fëmijë, nona është me neve, edhe dhondri e ndriti me mesën tonë të vogël Leandrën që dojna shumë. Faleminderit njëherë që pat rastin me ardhë me vizitu villat tona. Ideja për me investu në vendlindje si çdo marrëgimtar, që çdo ëndër që e kemi që na vjen koha që një ditë kthehemi edhe të investojnë në vendet tonë. Unë me Teutën udhtojna shumë, kem vizitu vende shumë të botës, edhe çdo vend që kem shku, kemi morë nga një ide. Çdo gjë, sa herë që jemi ulë dikon, ta kemi këtë pjesë të Kosovë, ta kemi këtë pjesë në vendlindje. Edhe na lindi ideja që të vina këtu në Shtraz
Kaçanikut, në bjeshkët e Sharrit, në Libeten. 5 villa ku secila më e bukur se tjetra. Të jetë një ndjesi si kur je në vendin më të pasur të Evropës, por në fakt gjendesh në shtras të Kaçanikut. Po kemi shumë bukuri natyrore që shikuesit kanë mundësi që përmes këtij reportazhi të njihen me një biznes të hapur së fundme. E zonja e shtëpisë na flet për emrin dhe zanafillën që fshihet prapa tij. Po na për 5 villat e vendosëm i bu 5, për shkak se kemi 5 fëmijë. Edhe për shkak të Astra, se emri Astra. Astra vjen prej një fjalë latine, që do me thonin e ka nën yje. To nën yje, jena nalt, yjet ka plot për mi pa yje. Me pamje mahnitëse, ambiente moderne dhe një ndjesi ngrohtësie që të bën të ndihesh si në shtëpi. Te Astra çdo ditë është një përvojë unike, por çka mund të gjejmë pushuesit këtu, këtë tregojnë më së miri vetë ata. Këto është largësia mbydetare, edhe ajri shumë, mos folmi për ajrin, që shumë kanë pas edhe vizitorë që kemi pas këto, që kanë thonë që ajri është i mrekullueshëm. Kanë ndi vjetën shumë mirë, edhe pse kanë pas vizitorë që kanë edhe 2 ditë, edhe kanë një shumë vjetën mirë, për arsye që është i mrekullueshëm, ajri. Se i përket natyrës edhe ajrit, ajo është një gjë që e kam përjetu vetë, se jetojmë këto. Kam qenë, domethënë, edhe si fëmijë në këtë pjesë, edhe e di shumë se sa do me thonën ajri pastër, do me thonë qetësia, natyra, vizioni që jep Sharri, po një gjë që është që japin villat e Astra, është janë rrezet që kryqëzohen këto rrymat e ajrit, ku malet e Sharrit është ndanë me malet Horodope, edhe është kjo pjesa këto që është për herë ndërpren, do me thonë është kryqëzohet. Edhe temperaturat janë, do me thonë, janë shumë më ndryshe, për shkak se në Kaçanik, në qoftë se jemi tash në Kaçanik, do t'jetë në qoftë se është 12 ose 15 temperatura, tu e ke minimumin e ke 10, do me thonë ndalon shumë. Çiftet të cilët janë partner edhe në biznes, konsiderojnë se përparësi e villave të Astra janë dhe këto rryma që kryqëzohen. Bëhet fjalë për malet e Sharrit, Lubotenit dhe malet Rodope, e që sigurisht njerëzit e rregullojnë edhe shëndetin, duke marrë parasysh që në kohën që po jetojmë, fatkeqësisht jemi me sëmundje të ndryshme. Pra, parsore është ajri, por aktualisht neve po na intereson me ditë cili ka qenë komenti më interesant që ata kanë pranuar nga pushuesit. Po një qift para një jave, ka këto edhe tha që shumë kishin kalu mirë, se sidomos për ndjeja edhe komodita, pastërtia, ajri, ndjesia, krejt ju kanë lidhë e mrekullueshme, shumë e mrekullueshme, kanë kalu qatë shmirë. Dëshiroj që çdo kush, ose çdo njëri që ka t'ja plotësohet ëndrat, sidomos mërgjimtarëve që kanë plan të investojnë, të investojnë këto, se është vendi jot. Është vendi mirë, është vendi që pse mos me bo diçka, sikur shumë njerëz që kanë punu, dhe kjo vendi jonë është i ka molet, është bon dhe vend turistik, dhe ka mu bo vend turistik, është molet, është ajri, edhe pse jo, na e banëm ta dhe e realizum, ëndra jonë u bon, realitet. Për të bërë kjo ndër realitet, është dashur forcë, mund dhe sakrificë.
Prej një refugjati në një investitor milionësh, zotri Hajdin flet me emocione për kohën e vështirësive që ka kaluar. Kem shkuën, të më thonë, kur kemi emigruar në Kanada, kemi qenë pa gjuhë, kemi qenë pa, edhe sidomos ku ta kaloj shoqëonin në shumë një djesi tjetër ndryshe, mendon që ke ku ke shku. Atje, do me thonë, shteti kanadez na ka mundësu shumë gjonat, do me thonë në atë aspektin e për çdo gjonë, si për jetes, për shkollim, për biznese, krejt. Ka qenë vështirë, do me thonë, fillimi, sidomos kur asnjoni, as unë, as të uta gjuhën se kem ditë, një gjonë që na ka... Ka punu, kum punu dhonë, po ky ka punu Hajdini ma shumë. Hajdini ka punu ma shumë, unë me fmit. Ka punu 3 puna, që qash nuk ka mujtë edhe mu knoq me djalin e kena pas të parin, qërimin, e arke notën, në 3 notës, e i bajke 3 puna, arke notën e zgjëki për gjumit edhe lujke me ta se s'ke shku. Po u desht me punu katë shumë për shkak se e kena pas edhe krejt shtëpiat e shkrumume. E u desht kemi animu edhe familjes Hajdini, edhe në dhomë familje studiant kena animu. Deri sa u bo mirë, tani dikur edhe vazhdojmë edhe për synimin tonë. Është një gjatë që e kjo të uta normal që është shumë vështirë ka qenë, edhe sidomos për mua që i kem pas të uta ka qenë, do me thonë, në të rritë qëllërimin kam foshnje, u qesha në mëngjes, në orat, në 7 orë dalësha në punë, visha mbrëmje, do me thonë tonë ditën kërë ndrysha ndrimin, visha vetëm ndrysha teshat, qëllërimi ishte u vjetë, shkësha punën tjetër. Edhe natën kur visha në ora, për shemë në ora 1 ora në mbrëmje, kisha qenë me lujt me qëtërimin, u desh kemi aqi gjumin e me lujt. E një 3 vjetë, kem punu shumë vështirë, po mendimën e të utës, edhe, do me thonë, edhe shnetin çdo që ne ka dhonë, kem me arrit, tani kem fillu mu stabilizu, kem hap biznesin tonë, kem fillu me investime, edhe kur fillutëm me ndru, kur patëm se çka ofron Kanadaja për neve, tani me ndutëm tani për vend lindje, do me thonë për familje tona, këtu që i kemi. Gjithmonë, çdo sen që kena bu në kanot, çdo çka kena pa për Kosovë, çka kena ble për Kosovë, çdo herë Kosovë, vend lindjen. Edhe çdo herë mendojna mu kthy, sa herë kena mendu mu kthy. Po nuk e di. Po e realizum, te Astra e realizum diçka që e kena pas çdo herë në mendje, në zemër. Derisa ata e hapën zemrën për të treguar copëza nga e kaluara e tyre, cili ka qenë momenti i vështirë për ta si familja. Leona është vajza e madhe edhe Festina, masi Festinës i kishte 3 vjetë edhe vendosën për mu kthy. Edhe se s'mujshmi, çdo herë dyshisht për mallum për mall. Edhe vendosën për mu kthy, krejta se po apet, jo, dalke diçkan një penges edhe e lonshpi. Nuk e disë. Ka qenë në vitin 2012, më të ka pofsha, në 2012, edhe patëm, për afrutëm dë gjona që ishin ma me rëndësi, do me thonë, çdo gjonë, do me thonë, është familja, për herë është gjona e parë, është nona, do me thonë që është me neve, patëm mundësi mja rregullua dokumentat e Kanadas, krejt, po momenti që kem mendu mu kthy në Kosovë, do me thonë, ka qenë, kur i kem blerë banesën edhe lokalin. Edhe me ndutëm, okej, kem bërria gjonët që të kthehemi pra në Kosovë, po dashti fati edhe vazhdutëm pak ma shumë, e punutëm pak ma shumë, edhe investutëm pak ma tepër, do me thonë në te Astra këto. Të kalojmë tani të një pjesë tjetër që për ta është goxha e rëndësishme. Hajdini dhe Teuta janë prindër të 5 fëmijëve, 1 djali dhe 4 vajzave.
One çdo herë kur ku mendu njëci për djalin edhe për vajzat. Për çfarë arsye, nëse djali e merr një villë, kam i morë edhe vajzat villën e vet. Me qenë se kur ja kemi nis villat me nreq, ishte Festina, Blerta dhe Eliza, se Qëllimi dhe Blona ishin në Kanada. Edhe ato si hajgare e nisën, thanë që kjo villa e jemja, që kjo e jemja, që kjo e jemja, se cili ja kanë nu emrin e vetë. Qëtu është e Qëllimit, që kanë lon emrat vetë, e ajo numër 1 është e Bleonës, 2 është e Blertës, 3 është i Festinës, 4 është i Elizës, mdokët, mos gabofsha, se i kanë nu emrat vetë. Edhe e kanë si hajgare, po si cilën villë e kanë morë me emër. Une nuk e dalloj. E kam djalë, e kam vajzë, se cili e merë ata. Sot sa punoj, kam më da krejt, në fund, si vajzës, si djallit. Nuk muj me i dalu. E pse djallit ja ke bo me bazar? Ja kanë lon vetë, se jo më kishin gjiku. Kishin gjiku e po ja kanë lon vetë këto Festina. Ja, bazenin e kanë përbashkë. Bazenin e kam përbashkë. Jo se për me, më kishin gjiku, kishin thonë ti djallit ja ke lënë me bazen, po jo, vetë i kanë zgjidh. Edhe kur një gjotë ta me cek për puna e bazenit që po thu është për edhe kuna është cekin e lonë qëtërimit. Nuk është puna që e ki bo, planin që i kemë bo, do me thonë që tash që sikur e ceka më herët, unë me të utën kemi uftu shumë. Kem vizitu pjesë tjerë, edhe shumë për botës. Edhe arsyeja pse kem morë është edhe resort, do me thonë, është Villa Astra, është si lloj resort, do me thonë. Si kemi në Kanada, për shembull, i janë. Ti shkon për shembull, i ke do me thonë, komunitetin, e ke kuzhinën, i ke gjitha gjonat po pishinën, e kem përbashkë. Për shembull, atje njerëzit nuk e shohin dallimin sikur e shohin na këtu, për shembull, me familje, unë si shkoj dikon, e kam pishinën të bashku, do me thonë jacuzzi është pak ndryshë, gjonat një tjetër, ma gjonë private. Po kur vjen punat e pishinat, atje mujna me shfrytëzu. Do me thonë edhe me share, si të thojnë ana. Me të përbashkë, për zonë, nëse vinë 5 familje këto, e kena pas planin fillim që 5 villat me mujt me shfrytëzu bazentin për 5 villat. Po ofertat kur i patëm asane, se cilë dhe të ishin, a mujna villën me pishin, edhe pak e ndrum ata se po mdokët që ishte pak vështirë me shfrytëzu bazentin edhe për villat tjera. Teu të moj, na thuaj pak në pika të shkurtra pse duhet të viziton villat e Astra. Ajri është natyra, malet, 2 minuta nëse hec i ki pishat. 2 minuta i ki pishat, restorantin i ki 5 minuta. Që kjo s'po di tjetër? Është një pjesë, është normal që është ajri pastër, qetësia, edhe lartësia mbydetare, do me thonë prej këtujt si të dashë në Ballkan, e ke Tetovën, e ke Kufinin, e ke Libetenin, e ke që asë gjatë nuk ta ndalën ty pamjen prej këtujt. Është një gjatë që ku të qohësh në mëngjes, e sheh natyren, e sheh qetësinë, i sheh zogjt, i sheh çdo gjë. Libetenin. Ata ajo një pjesë që s'u nuk mdon askush prej asaj. Villat e Astra në Kaçanek janë krijuar për ata që duan më shumë se një shtëpi, duan një përvojë unike. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndëruar. Mes gjelbrimit të shtrazës dhe ajrit të pastër malor, gjendet vendi ku luksi takohet me natyrën. Për fund, çifti i këndshëm na jep një porosi që duhet patjetër ta dëgjoni. Për ato kush do ta vizitojnë te Astra, të ju lutem na kontaktoni në Instagram, Facebook e TikTok. Hajdi këtu edhe shihni vet natyrën, ajrin edhe villat tona. Qetësinë, bukurinë që jep sharri, lartësinë mbydetare,
është një gjë që çdo kush e preferoj që ta vjen e ta shijon natyrën, me të malet e Sharrit, Libetenit, edhe pamjet që i ka të mahnitse. Çmimet janë modeste, ma mërmenja që janë një gjë që ke mundësi çdo kush t'ja ofroj vetës një gjë që ta shijon te Astra. Imagjino të zgjohësh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villat e Astra në Shtraz ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis.